Përshëndetje të nderuar. Ditët që i lam pas ishin të mbushura me ngjarje nga më të rëndësishmet dhe të cilat do të lënë gjurmë në vitet mbase edhe në dekadat në vazhdim. Lufta në Gaza vazhdon, bombardimi i Izraelit që po u bën vendeve arabe, mos t'i numroj tani këtë se veç kemi fol, e ndoshta Kalimthi do ta përmendi për gjatë videos. Pastaj qëndrimet e reja të Kinës dhe të disa vendeve të botës, kërcënimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të Donald Trump drejtuar Japonisë se nëse e njeh Izraelin, Japonia do të paguan shtrejt. Pastaj mbledhja e Këshillit të Sigurimit, ku SBA përkundër vendeve të tjera e përdori veton dhe nuk kaloi propozime në favor të çështjes palestineze. Pastaj pasuan njohje të reja nga vende për cilat shumë kushi nuk ka besuar se do ta njohim Palestinën. Do të flas në një video enkas për këtë. Pastaj mbledhja e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, diskutimet e ndjeshme dhe shumë signifikante që u bën aty, pastaj pjesëmarrja dhe fjala e Benjamin Netanyahut, ku u pa se ku është më Izraeli, ku është kryeministri i Izraelit, e në veçanti vizita e presidentit të Turqisë, Erdogan, fillimisht në New York për të marrë pjesë në summitin e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara dhe pastaj shkuarja e tij në Washington, ku u prit në mënyrë spektakolare. Një vizitë të cilën nuk e kishte përjetuar apo nuk i ishte përgatitur as presidentit të Rusisë që e bëri takimin me Trump në Alaska. Kjo e fundit është edhe tema boshtë e kësaj videoje. Dhe po e nisi nga takimi që u zhvillua në Shtëpinë e Bardhë. Duke i lexuar fotot, të cilat do t'i shpjegoj këto, fotot në kuptim figurativ po them, dhe gjithatë që u pa dhe u tha në Shtëpinë e Bardhë, e përpasoj edhe rezultatet që dalin nga ky takim. Rezultatet të cilat, po e përsëriti fjalinë e parë që e thash, signifikante të rëndësishme të pabesueshme dhe që do t'i prekin marrëdhëniet ndërkombëtare, politikat ndërkombëtare në vitet në vazhdim, mbase edhe në dekadat në vazhdim. Fjala është për raportet t'i quaj të reja të Turqisë dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtrohet pyetja, çfarë ishte mbreslënse pra nga pamjet që vinin prej Shtëpisë së Bardhë të ajten në mbrëmje, përgjatë takimit të këtyre dy liderëve. Unë sa kam mund të kuptoj, Erdogan, i cili kishte udhëtuar pra për Asamblenë e 80 të OKB-s, pas përfundimit të fjalimit dhe takimeve që i ka pas aty, e që shkoi në Washington dhe u takua me presidentin Trump, ishin momentet të cilat i vën vullën e gjithë asaj që ka ndodhur në këto 5-16 ditët e fundit. Si as këtë tjetër, mikpritësi Donald Trump kësaj radhe e ngulfat presidentin e Turqisë me lavdata të vazhdueshme, të padëgjuara ndonjëherë në ambientet e Shtëpisë së Bardhë, e në anën tjetër, teksa po e përshkruaj pra takimin, Erdogan i përgjigjej me një sjellje, të them, dinjitoze, diplomatike e përmbajtur, e thjesht dhe me një qëndrim të paluhatur, i pandikuar nga ajo që po i bëhej mbajtja e karrikës, pastaj ato lavdata, ato fjalë, aq të mëdha të cilat dilnin nga goja e Donald Trump. Thjesht
Erdogan tregonte një, hajde ta përdori një term original timin, një kënaqësi e distancuar dhe e përmbajtur në raport me administratën e Donald Trump. Meq, unë ka 30 vjetë që e përcjeli politikën turke dhe i lexoj me vëmendje protokollet. Dua që bëj me dije se Turqia konsiderohet ndër shtetet më të forta në botë që e respektojnë protokollin shtetnor, protokollin në përgjithësi. Jo vetëm presidenca, e qeveria më parë, e ministrat, po dhe raportet të cilat krijohen brenda aty, dhe të cilat më pastaj reflektojnë jashtë nëpërmes diplomacisë, Turqia është tejet precize, i kushton rëndësi të paimagjinueshme protokollit. Këtë e them për shkak se e kam vrejt, e kam mësuar gjatë përcjelljes që ja bëj politikës apo Turqisë për dekadat të tëra. Lejoni të them, i kam mësue ezber. Si është sjell Ozal, Mesut Yilmaz, Tansu Çiller, Bülent Ecevit, pastaj Süleyman Demirel, pastaj Davutoglu, pastaj Erdogan e liderët e ndryshëm të tjerë. Ajo që më ka rënë në sy, më së shumti, ndër të gjithë këta lider, pra nga perspektiva e protokollit dhe e sjelljes politike të leadershipit të Turqisë, është se presidenti i tanishëm i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, vepron me kujdes të shtuar. Edhe lëvizjet e duarve, edhe çfarë do fjale e lëvizje që e thot me para përgatitje. Këtë edhe dua ta them edhe si informim juve, edhe si përgjigje ndaj atyre të cilët herë i dëgjon disa pseudo-analist të cilët flasin për gafat e Erdogan. Erdogan në protokoll nuk bën gafa, në deklaratat e tij nuk bën gaf, në qëndrimet e tij të brendshme dhe të jashtme të Erdogan nuk ka gaf. Nuk është lavdat e personalitetit të tij, por është përshkrim adekuat nga një njeri që ka 30 vjet që e përcjell Turqinë dhe i lexon lëvizjet dhe gjithë ato të cilat i kanë servuar para publikut liderët, presidentët, kryeministrat e Turqisë. Me një fjalë, edhe në takimin me Trump, të cilën e pati në Shtëpinë e Bardhë, ai e manifestonte një maturi, sikur në logjik, që definicioni më i mirë është ai i cili përfshin klara and distinctnia, pra as nuk ka fjalë tepër aty e as nuk ka fjalë mangu. Ky është definicioni më i mirë në shkencën, sipas shkencës së logjikës. Qëndrimet e Erdogan, sidomos në Shtëpinë e Bardhë, ishin të matura dhe teje të kujdesshme në raport me çfarëdo lavdate të cilën ai i dëgjonte. Dhe ky qëndrim i tij ka të bëjë sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo, këtë fjalinë e fundit, lexone, kjo është politika e Republikës së Turqisë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një gatishmëri e presidentit turk për të mbajt kanalet e dialogu gjithnjë të hapura, por gjithmonë me kujdes të shtuar që t'i shmangen kurthave diplomatike që mund t'i vinë përtej Atlantikut. Kurtha diplomatike, një term të cilën Jean-Claude Julliet e përdor për lider të fuqive të mëdha të cilët din t'i orientojnë bashkëbiseduesit andej ka ata dëshirojnë t'i shohin e pastaj t'ua tërheqin vrejtjen. Këtë do t'a kisha ndërlidh edhe me këshillën të cilën
Erdogan kohë më parë ja kishte dhënë tekstualisht Zelenskit se nëse ja jep dorën pa kujdesshëm do të mirret krahu dhe nëse lëshohesh në bunar me litarin që të mban Washingtoni mund të kputet ai litar apo të lëshohet dhe ti të mbetesh në bunar. Fjalë këto të cilat i pat thënë para disa muajve, atëherë kur Donald Trump veç e filloi politikën e tij invazive ndaj Zelenskit, ndaj Ukrainës dhe e rrotulloi për 180 shkallë qëndrimin amerikan në raport me Ukrainën dhe në raport me luftën e Ukrainës dhe Rusisë. Gjithashtu, edhe kur pas përpjekjeve të grushtetit të 15 korrikut, e mbani mend, kur mosbesimi ndaj Washingtonit, mosbesimi i Ankaras ndaj Washingtonit kishte arritur kulmin, edhe në këtë kohë Turqia mundohet që ta ruaj një kanal, ta mbaj një kanal të hapur për një dialog të vazhdueshëm me Washingtonin. Qëndrimet e presidentit Erdogan pra, në shtëpinë e bardhë, përgjatë asaj ceremonie dhe atyre takimeve, janë qëndrimet e Turqisë, sidomos nga viti 2002. Pse nga viti 2002 po them? Sepse para vitit 2002 e mbani mend atë foton e Bülent Ecevit, kur Bill Clinton është i ulur në shpindën e një koltuku, dhe Ecevit i qëndron përpara me ato duart si të dridhura, sikur ti qëndrohej një nxënës të qëndron para mësuesit të tij. Këto gjëra më kur nuk janë pa pas ardhjes së Erdogan në pushtet, si qeveri fillimisht e pastaj edhe si presidencë. Çfarë u arrit? A ishin palët e kënaqura? Pas gjithë këtij ambienti që e shpjegova, çfarë u arrit? Çfarë fitoi Turqia dhe çfarë humbi? Çfarë arriti SHBA-ja dhe çfarë mbeti në gjysmë? Do të mundohem pra tani e tutje në minutat në vazhdim të shpjegoj sekuencat, shifrat të dhënat kryesore në lidhje me Turqinë dhe Amerikën sidomos në lidhje me marrëveshjet e nënshkruara në Washington midis palës turke dhe asaj amerikane. Është arrit një marrëveshje për energjinë bërthamore, diçka që as ka mund të imagjinohet deri në momentin e nënshkrimit. Diçka për të cilën bota perëndimore, sidomos Evropa, ka qenë tejet e ndjeshme që diçka e tillë të mos ndodhë. Pra, të mos i ipët rasti dhe mundësia Turqisë që ti përfundoj punimet në centralin bërthamor që është duke ndërtuar centrali Akkujo. 2. Arrihet një marrëveshje për blerjen e gazit natyror të lëngshëm, LNG, nga SHBA-ja. Diçka të cilën SHBA-ja sidomos Donald Trump ka bërë presion të vazhdueshëm mbi Ankaran zyrtare që të filloj të blej gazin, LNG-jen e SHBA-s dhe të ndërpres blerjen e këtij materiali energjetik nga Rusia apo nga Irani apo nga vendet e tjera përveç Azerbejxhanit. Për shka Azerbejxhani nuk ka qenë pikë ndjeshme që të mos blehet nga atje, sepse Azerbejxhani lirisht mund të thuhet ka qenë, por mund të thuhet se tani është një pelg, një tavolin në të cilën i
rregullon figurat e shahut diplomatik dhe të përfitimeve të mëdha Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dhe Izraeli, po them dhe Izraeli, ky Izraeli deri para disa ditëve, sepse bota po ndryshon në raport me Izraelin në mënyrë të befasishme dhe të babezueshme. Marrëveshja e tretë që është arritur është marrëveshja për blerjen e 220 avionëve Boeing për Turkish Airlines, kërkesë e kahmoqme e Turqisë, të cilën nuk e implementonte, nuk e nënshkruante SBA-ja, për shkak të mosmarrëveshjeve, mosbesimit, për shkak të raporteve dhe natyrisht duke dashur që t'i bëhet presion Turqisë që ajo të luaj lojra në lindjen e mesme dhe në Kaukaz, por asesi në dëm të interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto janë 3 marrëveshjet kryesore të cilat janë nënshkruar atje. Megjithatë, kur i dëgjoj analist brenda Turqisë dhe i lexoj edhe të jashtëm në lidhje me atë që ndodhi në Shtëpinë e Bardhë dhe në lidhje me këto marrëveshje, unë them se nuk janë duke i aqelluar plotësisht, të cilat thonë se Turqia humbi shumë në raport me Amerikën në takimin e fundit. Unë them se ka fitore të dyanshme. Turqia tani më është më e aftë apo më e përgatitur që të shtroj mbi tavolinë kërkesa të cilat nuk ka arritur t'i bëj deri më tani. Dhe e dyta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe në një përqindje të deri dikushme, jo përqindje totale, ka arrit t'i realizoj synimet apo kërkesat e saj në Turqi. Dhe ato janë përfitime enorme materiale nga këto 3 marrëveshje të cilat i përmenda. Termocentrali bërthamor Akkuyu e ka një koston $22 miliard, është në përfundim e sipër. Termocentral këtë të cilën Turqia e ka ndërtuar deri në këto momente kur po flas une në bashkëpunim me Rusin. Ky ka qenë edhe aversioni evropian, sepse Turqia pas blerjes së raketave S-400 dhe disa afërsive raporteve të padëshirueshme për Evropën, po i bën me Turqinë. Dhe Turqia nuk e ka dëgjuar asnjëherë fjalën e fundit në për ta, po natyrisht, por asnjëherë nuk e ka përfil fjalën e fundit të Evropës dhe të perëndimit të SBA-ve në raport me lidhjet e saj me Rusin, me Kinën, me Iranin. Duke ju përsëritur një fjali të cilën e kam thënë edhe më parë se shtetet e mëdha, të cilat fillojnë të vetë plotësohen, vetë mjaftohen, deri në një mas të caktuar, për këto shtete ma nuk vlen pyetja a është me lindjen apo me perëndimin. E keni dëgjuar këto që e kam thënë, edhe në biseda private me miq. Këto shtete kur arrin në këtë nivel, pyeten se qëndrimet e tyre, në këtë rast të Turqisë, bien ndesh me politikat dhe interesat perëndimore apo nuk bien, sepse është e fuqishme, mjaftueshëm sa të bëj hajër dhe mirë shumë nëse i afrohet, apo të bëj zarar shumë keq nëse largohet nga një blok, në rastin konkret nga bloku perëndimor. Presionet që i kanë ardhen nga Evropa, që ta ndërpres këtë marrëveshje dhe ta ndërpret punën në Akkuyu, 22 miliardë, nuk janë përfil edhe atëherë kur Turqia është kërcënuar se ajo
për shkak se po bën centralin bërthamor për ta poseduar bombën atomike, bombën bërthamore, Turqia edhe gjatë këtij procesi të presioneve tepër të mëdha nuk i dëgjon dhe i përgjigjet vazhdimisht me atë pyetjen e saj që e dëgjojmë vazhdimisht, se centrali bërthamor, akuju, nuk është asgjë më shumë se sa burimet e gasit të zbuluara në Mediteran dhe në detin e Zi, nuk është asgjë më shumë se sa dzehet dhe dzeheroret uje dhe të mira tjera materiale që ja ka dhuru Zoti, pra edhe akuju, si kur të gjitha këto do të vihen në shërbim të interesave të qytetarit të Turqisë dhe të Turqisë në përgjithësi, dhe nuk janë që këto të mirat të përdoren kundër njëri tjetrit. Mbase, ta them një mini koment, të gjitha ata të cilët i kanë bo bombët bërthamore, vazhdimisht kanë thonë qështu. Dhe edhe sot Izraeli thëtë se ne bombat atomike i kam për mbrojtjen e vendit tim dhe jo për të sulmuar dike. Nejse. Centrali, termocentrali Akkuju i përmbush 10% të nevojave të Turqisë në energji elektrike, 10% kur themi nuk është pak për një shtet afër 90 milion banor, dhe 90% të nevojave të Stambollit në energji elektrike. Pra, është një hap gjigant dhe një arritur shumë e madhe ekonomike për Turqinë. Marrëveshja me Sheban në rastin konkret që të blej LNG-n dhe marrëveshja për energji bërthamore, për të cilën nuk jepen detaje se për çfarë është fjala, është marrëveshja më e rëndësishme për Turqinë në rrafshin ekonomik nga viti 2000. Pra që 25 vjet Turqia nuk e ka arrit një marrëveshje me të cilën krenohet siç kanë fillu të krenohen dhe të gëzohen pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje me Shebat. Vazhdimisht Shebat i kanë përcjell Ankaras deri në çdo moment pakënaqësinë e tyre të Washingtonit në lidhje me raportet të quajtura të çuditshme dhe të papranueshme nga Washingtoni në mes Turqisë dhe Rusisë. Marrëveshja e arritur tani jep sinjale se mund të ketë tronditje radikale të Turqisë në raport me Rusinë. Me një fjalë, presionet të cilat i janë bërë, sidomos nga Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas të gjitha gjasave, do të japin frytet e tyre të para. Shkëputja e Turqisë nga Rusia. Ata të cilët e përcjellin shtypin turk mund të ju kujtohet se nuk është larg 2 ditë e pastaj edhe 1 ditë para udhëtimit të Erdogan në New York dhe Washington, Devlet Bahçeliu, kryetari i partisë MHP-s, krahu i djathtë i Erdoganit në Turqi, dhe për të cilin, për Bahçeliun kam thënë se është boshti kurrizor i qëndresës dhe shtetësisë turke sot. Opozit por kur nuk ka vepruar ndonjëherë që e dëmton interesin e Turqisë. Deklaratat e Bahçeliut dhe të partisë së tij, kur janë dhënë si kritika në raport me Erdoganin, apo politikat e tanishme të Turqisë janë marrë serioze, sepse konsiderohen se janë të mirëqenia dhe të qëllim mira. Një ashtu, deklaratat dhe qëndrimet e Bahçeliut në raport me opozitën gjithnjë janë marrë dhe mirën shumë serioze, sepse nuk flet vetëm për shkak se është pozit, krah i djathtë i Erdoganit, e
GHP-ja opozit apo partit e tjera. Është marrë seriozisht qëndrimi i Bashkëqeliut kur e hedhi në tregun mediatik dhe politik të Turqisë idenë e bisedimit të domosdoshëm me Abdullah Öcalanin. 1 vjet ka punu e Bashkëqeliu, partia e tij dhe shteti i Turqisë, më pastaj i ungjit për ta pru punën që të ulen në tryezë me Öcalanin dhe Öcalani të kërkoj pastaj si rezultat shpërbërjen e PKK-s. Një vepër historike e ndodhur në Republikën e Turqisë. Pra, ky Bashkëqeli, të cilin po e përshkruaj me fjalë më të përzgjedhura sepse e meriton, sikur ta kishte edhe Kosova, edhe Shqipëria një lider opozitar si Bashkëqeliun që e ka Turqia, që ta ruaj boshtin kurrizor të shtetësisë së Turqisë, të Kosovës dhe të Shqipërisë. Kosova, shqiptarët, do të arrin nivelin e atill që opozita kur të mos veproj diçka që mund të dëmtoj interesin e Kosovës. Opozita e tanishme e kaluara sa ka qenë VV-ja, apo PD-ja, apo PS-ja, apo kushdo qoftë nga partit. Opozita duhet në Kosovë, nëse e kanë jetën e mirë. Tash e para 20 vjetë e pas 50 vjetë. Unë do t'ju kisha propozuar që ta lexojnë shumë me kujdes vizionin e Bashkëqeliut, vizionin e një opozite që do të jetë për një shtet. Mendoj se kanë shkamsojnë aty. Dhe që ky Bashkëqeli, pra, se e zgjata pak aty, teksa po e përshuaj personalitetin e tij të madhërishëm. Ky Bashkëqeli 2 ditë pa shkuar doan në Washington, edhe të nesrit pastaj 1 ditë pa shkue, e jep propozimin edhe thot, po e parafrazoj nëse arrita ta bëj kështu tekstualisht, është koha që Turqia të bëj blok strategjik me Rusinë dhe Kinën. Nuk na dohen të tjerët. Ose nëse na dohen për atë sa janë interesat e Turqisë në pyetje. Në Washington, kjo deklarat dhe kërkesë e Bashkëqeliut është lexuar me kujdes dhe është marë parasysh dhe ka mund të ndikoj edhe në qëndrimet e Donald Trump të administratës e tij gjatë pritjes që ja bëri Erdoganit dhe gjatë nënshkrimit apo si rezultat nënshkrimi i marrëveshjeve që u bën me Turqinë dhe SHBA-n. Për shkak se në Turqi zërat veç kishin filluar të mugullonin, të rriteshin, kryesori i Devlet Bashkëqeliut se është koha që Turqia do të shqyqoj vetëm interesin e vet. Pa dëmtuar askë, pa dëmtuar të ardhmen e saj, por është koha që të ulemi me Rusinë dhe Kinën për të bërë blokun i cili i nevojitet botës dhe interesave të Turqisë. Andaj po them se ky njeri sheh dishka, ose e bojnë në bashkëpunim me Erdogan, me MIT-in, me Ministrinë e Jashtme, me ato institucione përkatëse në Turqi, dhe ti thuje qëto, unë e pe them qëto, në mënyrë që të kompletohet mozaiku i dëshirave, i ankesave dhe i qëndrimeve të Turqisë në raport me shtetet e jashtme. Shkojmë të marrëveshja e dytë, marrëveshja e LNG-s, gazin natyror i lëngshëm. Me që ju thash në videon e parafundit, më duket se një 3-4 ditë mu dasht me dhanën, për fat të keq. Ju falenderoj për interesimin, ju falenderoj për subscribe që po e boni, që po i shpërndani, kërkoj edhe më tutje që ta përhapni kanalin tim, ta ndihmoni kanalin tim. Pra ju falenderoj për interesimin që të jam për çdo ditë me nga një video, po për shkak të një rrethane nuk arrita të e bëj. Tash, në videon e parafundit më duka,
fola se Netanyahu e ka bë një gaf për vetë vete, një më thëmë budallaki, po, ja e prishim marrëveshjen që e bëri me Egjiptin për LNG-jen. Egjipti është shteti më i njohur në botë i cili gazin natyror nga gjendje e gazit e kthen në të LNG dhe e ka ushqyer dhe mbajtur Evropën me LNG. Gaz ky që përdoret në industri dhe për nxemje, si energji, që i e goditi edhe Evropën me prishjen e kësaj marrëveshje mbi 50 miliard dollar që e detyroi pastaj Egjiptin të ulet në tavolinë me Teheranin e me Katarin e me Kinën e me Rusien për të mos ju dryshk ato maqina e ato rafineria, ato cisterna në të cilat është bërë transferimi i gazit nga gjendja e gazit në të lëngët në LNG. Turqia, meq, e lidhi marrëveshjen me SBA-n për 4 miliard metra kub LNG në vjet. Nëse e përkthen me shifra 4 miliard metra kub, i bje që aty midis 2 dhe 3.5 miliard dollar do të blenë me njëherë Turqia gaz nga SBA-ja. Një imponim andej, por një e mirë tash për Turqien këndej, sepse me këtë sasi të gazit, Turqia po imbulon 7.5 deri në 8% të konsumit vjetor të tij që e siguron. Turqia meq harxhon dikon midis 50 dhe 50 miliard metra kub gaz. 50 dhe 55 që aty dikon. 4 miliard që po i bje 7.58%, 2 deri në 3 miliard dollar, por ajo shka është interesante këto. Nuk është vetëm shitja përfitimit që po e bën Kina, kjo më falni SBA-ja, por një sasi të parave turke që shkonin në Moskë, tani do të shkojnë në Washington. Dhe pas prishjes së marrëveshjes së deri tanishme, apo zbehjes, amandamentimit të marrëveshjes, me minus 4 miliard metra kub me Rusin, Washingtoni pret që të nket edhe lëvizje të tjera tendosje midis këtyre dy vendeve, e që është dëshira përfundimtare e SBA-ve dhe Britanisë. Të respektuar, nuk kam dëshirë me fol në stilin ka me u bo, në stilin konspiracionist, nuk jap vetës këtë komoditet, por mund të ju paralajmëroj se sa e kam përcjell situatën në Siri e këndej, Bashar al-Assad, rënja, e deri tash, raportet Turqi-Amerikë, unë shoh se dal nga dal, Turqia është duke lëvizur drejt, kushtimisht po them preherit të SBA-ve dhe Britanisë. Britania dhe Turqi dhe SBA-ja janë të duke insistu. Tepër janë insistuse, si asnjë herë më parë nga viti 1952 që Turqia ti ndërpres raportet me Kinën. Ndërprerja e raporteve me Kinën për Turqinë është bombë atomike. Për Rusin, po sidomos për Turqinë, 10 miliona turist nga Rusia shkojnë në rivierën turke. Me 100 miliarda dollar është bilanci ekonomik midis Kinës dhe midis Rusisë dhe Turqisë. Ndjes që po i përzi emrat shto ka njëre, kalim the, 100 miliarda. Pozicioni neutral i Turqisë në raport me Ukrainën dhe Rusinë do të prishet, do të lëkunden interesat e mëdha turko-ruse në detin e Zi, do të shpërbëhet përpjekja për rrugën e Mëndafshit dhe korridorin e Zengazurit, do të detyrohet Rusia sërish të kthehet kanaleve dhe rrugëve
ka Siberia, ka poli verior, dhe Rusia domosdo do të detyrohet të ulet në prehër Pekinit zyrtar, Kinës. Pra, një lëvizje e këtil e Turqis, të cilën po e shtyn përpara Washingtoni dhe Londra, do të prishin parametra të pabesueshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare. Duke qenë e tillë Turqia e këtij pozicioni, kjo është arsyeja se pse Evropa, bota në përgjithësi me Turqinë e luajnë lojën tërheqe mos këput. Pra, mos me e leju me bo tankën, mos me i leju me e bo përparime në industrinë e aviacionit, tash filloi edhe prodhimin, pardje ka dal e para Ferkatejn, që konsiderohet e treta në botë më e sofistikuara. Imagjinoni Turqia ku ka arrit, edhe Ferkatejn anije detare, në industrinë ushtarake detare, Turqia ka fillu të prodhoj me motor të vetë, sikur edhe shumë makina e automjete e tanke dhe AUV-ja e aeroplan pa pilot e me pilot. Pra, në një gjendje të këtil, Turqisi është bë presion që të ndalhodhin, por asnjëherë nuk kanë guxuar që të ndërmarrin hapa sa të hidhërojnë Turqinë, siç e patën hidhëru në vitin 1974 me invazionin e Çipros veriore dhe përpasoj ndryshoi e gjithë bota. Problemet më të mëdha nga lufta e dytë botnore deri sot kanë ndodhur pikërisht për shkak se Turqisë i shohet brël. Prishën marrëdhëniet Evropë perëndim me Turqinë, ndodh Afganistani, lufta iraniane, bie Shahi, vje Khomeini, vritet Sadati, vritet Benazir Bhutto, Nehru atje, Indira atje, i dinja 20 gjëra të cilat mund të këndodhe rasisht për shkak të kësaj, por s'mujnë me ndodhë bashkë rasisht, ngjarje që e kanë lëkund botën, shekullin e kanë lëkundër, krejt të ndodhin rasisht. Pra, po bëhet përpjekje, mirë po unë mendoj se nuk, duhet të them se Turqia është duke shku ka bota perëndimore edhe më shumë. Sepse po e sheh se Siria është shumë e rëndësishme, dobësimi i tehit, dryshkja e tehut të shpatës së Izraelit, që të mos realizohet dhe mos krijohet Izraeli i dytë, që me gjuhën normale quhet Kurdistani, në verilindje të Sirisë. Pastaj raportet e Turqisë me vendet arabe, me Libin, me Egjiptin, me vendet e Gjirit persik, të cilat janë në pëllëmbën e Washingtonit dhe në vendosët për këto vende, sidomos për vendet pasura me naftë, Saudia, Kuvajt, Emiratet. A mund të më besoni nëse ju them diçka? Mi pasi kum pa. S'kum hinë shtëpit bardh asnjëherë, po. E kam një parandjenjë se veç në tavolinën e Trumpit dhe të presidentëve të Amerikës, çka vendoset atje implementohet në vendet e Gjirit persik. Këto janë qaq sa ka dorë Kosova. Heq kur gjë ma shumë. Si në raport me diplomaci, me ushtri, me sistemin e brendshëm, bashk kur gjë nuk kanë dorë ma shumë. Bile mund të them se edhe ma liksht se Kosova në raport me Washingtonin. Për shkak se ai rajon, pozita strategjike, parat, nafta, sene, janë vitale për interesat ekonomike dhe strategjike të Arabisë, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo për shkak se janë budall, Arabt apo nuk i din këto sene, sepse s'kan qare. Nejse, në Turqi janë zbulue gaz në detin e Zi. Nëse realizohet së shpejti përfundimi i tubacionit të gazit turk në Rusi dhe bëhet plotësisht
funksional, 25% të gazit të konsumuar do të jetë gaz i natyrshëm dhe 75% do të vazhdoj edhe më tutje. Ne ka njerë po dëgjojme, po lexojnë apo rrjetet sociale egzagjerime të disave që e dojnë Turqinë e kanë qef me pa mirë. Jo, kështë, deri 25% meq. Nëse krejt realizohet, por nëse realizohet ajo që është nis në Mediteran, tek ujrat e Turqisë, që ishke problemi Izraeli, Egjipti, Greqia, Egjipti dhe Izraeli kanë të ira me Francën, për para kanë të ira Turqisë, sepse Turqia nuk shojke pe me ingull ata kunjat, aty edhe ato pipelinat për me marrë gazin. Nëse e arrin qëta, atëherë mund të thuhet lirisht se Turqia do të asiguroj për nevojat e brendshme diku pak mbi 60% të nevojave për gaz, që e bën me njëherë shtetin e 4 më të fuqishëm në botë në gaz, e që pritet të bëhet në vitet në vazhdim, pas Rusis, Iranit, Katarit do të vije Turqia. Shkojmë më tutje. Sa i përket avionëve, F-16, o bohe marrëveshja, ka përfundu marrëveshja, është nënshkrua marrëveshja me do anekse, me do muhabete dhe të ngjashme, ka mbet të diskutohet dhe të bisedohet për F-35, për të cilën general në pension, analist të njohur, mos harroni miq, a keni pani shpesh përmeni burime turke. Në studiot e Turqisë, në studiet televizive të Turqisë, kur flitet për marrëdhënie ndërkombëtare për politika të mëdha, aty nuk mundet me shku në studio, një telefonin dorë ka lexue një 2 sahat, apo vjebe në emision se jemi të folë për gazën, shtu ta bojnë këta televizioneve të na, apo vje se e kemi një musafire, bëhet nxehtë, bëhet ftoft bisedat tërtmërt. Po në ato studio shkojnë general ushtarak në pension, shkojnë ministra, shkojnë akademik, veç këshër një ato titujt për fundi. Ish akademisjen i akademisë qësaj. Ish minister kështu, ish ambasador. S'po flas për qëtë nivelin ton, të ministrave të ambasadorve, që 10 vjetë kanë njësë me u bohe. Po flas për një nivel që 100 vjetë të radit shtetnore, të arsimuar në akademit më të njohëra në botë diplomatike, jo sigur pralla, me 78 rëja, pralla jon e quajtur Akademia Diplomacie e Kosovës. Prallë është ajo, mashtrim është ajo, njerëzve të cilët shkojnë aty, nga njerëzit të cilët punojnë aty, s'ka gjanta. Po flas për akademisjen. Njëjtë kështu, si që veprohet në Turqi, edhe në studiot televizive të Izraelit dhe në gazetat serioze, në gazetat të mëdha. Nuk shkruan aty dikush që i ka lexuar me një portal, tape një ditë 2 edhe del ta jep analizën për lindjen e mesme të kallët në Shqipni ose në Kosovë. Hajgareve janë këto. Në Izrael, pra, sikur në Turqi dhe në vende serioze, këto çështje i trajtojnë dhe i prekin njerëz me përgjegjësi, bazuar në një nga analizat serioze që i kam lexuar në lidhje në Haaretz, e pastaj ka edhe në Kanal 12 u emitue shkrimi, analiza e një ish generali që thot se për Izraelin do të jetë fundi i tij nëse Shebat vendosin me dhënën F-35 të Turqisë. Shishani sa është e rëndësishme. Shishani sa është mundu Turqia, për shka Shebaja nuk ja jep, shishani shka ndodhë. Përse, thët generali në pension, akademik, profesor, doktor, general, po, thët për shkak se Izraelit do të humb e përsin aviatike ushtarake në lindjen e mesme dhe këtë do t'jetë fillimi i fundit fiktiv i Izraelit në lindjen e mesme. Megjithatë, Donald Trump
dy sene që mbran në vesh, edhe më shtenën me kesh, për ju kalzoj drejt, ke puna për F-35 kur tha se me këtë burrit madhe kështu e livdoj Erdoganin sa zbohet ma, ndërsa kur o pyet për Macronin, zoti president kështu ka Macroni edhe qëndrimin kritik në Kombet e Bashkuara, tha e kam dëgju, tha, kush se dëgjon dhe nuk ka fare pesh fjala e tij. Për presidentin e Francës. E Francës kolonizatorja numër 1-2 dikur e botës, fuqia ushtarake dhe ekonomike e dyta në Evropë pas Gjermanisë, i erdhë puna presidentit të saj, njëjtë thujse si Zelenskit. Me thonë se let fol shka të ka qef se nuk qëm pesh ajo qka e thët. Për tej këtyre të arriturëve aty, është folur gjithashtu, që është shumë e rëndësishme, edhe për rolin e Turqisë në raport me SDG, JPG, PKK atje, ka shenja i dha Tom Barak. Ata të bisedue mrena, Tom Barak para gazetarve, para kamerave, tha se është afër një marrëveshje që do të detyron JPG-n ti bashkangjitet radhëve të ushtrisë rregullt siriane dhe kjo fal interesimit për kushtimit dhe punës së palodhshme të Turqisë së bashku me Washingtonin që e kanë bërë në muajt e fundit. Përveç kësaj, u fol aty se janë arrit disa marrëveshje që për mua më signifikantja. Nuk e di shka më pik me që të fjallin signifikant. Dhe më thëmë, ma që bije në sy, më e rëndësishmja është diçka në lidhje me Rusin. Me këtë Sirin, më falne. Ka diçka aty që është në nshkru një marrëveshje turko-amerikane në raport me Sirin, por që nuk i janë bërë të njohura medjave as në Washington, as në New York, as në Amerikë, as në Ankara, as në Turqi, e që besa edhe as mu nuk më është bërë e njohur dhe nuk e di. Por që di dishka, ma mërmenja se është dishka e rëndësishme. Dhe për fund të videos, sot duni me mbaj pak e zgjata, për shkëqësimi pa 3-4 dit, qëndrimi i Turqis, i Erdoganit, se bota është me madhe se 5, që i ke dorën, edhe se OKB-ja do të pësoj ndryshime, është marë parasysh shumë seriozisht nga Donald Trump. Turqia ka kohë që është më e zëshmja nga të gjitha vendet arabe, që brenda pesqës me të drejt veto në tek antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të jetë edhe një shtet islam, një shtet musliman, me sa duket i ka ardhur koha që ta realizoj këtë propozim Erdogani. Kur thash 5 besh, më ranë ermen një përshëndetje e Erdogan, e keni pa që e qanë dorën kështu, dikush e qanë kështu, dikush 3, dikush 4, e dini qëfar dënë thëtë, kjo jashtë temës se po e përfundoj pak kështu informacion nga Korneri, e dini qëfar do të thëtë kjo e Erdoganit 4, erba, në gjuhën arabe, erba, 4 dënë thëtë. Dhe sheshi në të cilën i vrau El Sisi i Egjiptit 2500 egjiptas nga helikopteri dhe ndërtesat për rreth, duke hedhur mbi ta raketa dhe me mitrales, 2500 i ka vrarë dhe 7000 ka plagosën brenda pak orëve, që e kundërshtonin Sisin në kohën e Muhamet Morsit. Qaj shesh që aty në Egjipt, në Kairo, e ku kam kaluar për gjatë viteve se kam nejt aty sigurisht jo ma pak se 1000 herë, 3 vjetë, dhe më thënë 900 dit, po, 1000 herë e kam kalue në aqe, se që atje kam banue, kam shkue në Universitetin e Azharit,
Ai sheshquat Rabia el Adawiyja. Rabia, erba dënë thët 4, por në të njëjtë kohë Rabia el Adawiyja është ajo dietarja, emri i gruas më të njohur në botën e tasavufit. Fjalët e saj, mendimet e saj dhe qëndrimet e saj, të cilat edhe sot e kësaj dite e dridhin botën islame. Nga burrat e asaj kohe, ndër më të madhërishmet me shprehje gjigante është Hasan el Basriu, ndërsa nga gratë muslimane është Rabia el Adawiyja. E keni dëgjuar shprehjen o Zot, të adhuroj ty, nëse ty të adhuroj për shkak të frikës që kam prej xhehenemit, prej zjarmit, djegum në te. E nëse të adhuroj për shkak se synin e kam në xhenetin që keme më adhurue, ma bon haram, ma ndalon atë. Por, Allahu im, nëse të adhuroj për shkak të dashurisë që ti e meriton dashurin e robe, dashurin time, o Allah, mos më ndal dhe mos më ndalo në këtë rrugë. Më lejo që ta dua Allahun tim deri në pafundësi. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje.